Duke rënë presidenti, duke dhënë dorëheqjen presidenti. Po ne jemi republikë presidenciale. Shiko, pikërisht, jo, ti janë dorëheqjen ai, pastaj do mbledhet parlamenti për të zgjedhur një president të ri, do fillojnë një qeveri teknike, si do ecin gjërat. Ti e di që presidenti është kukull apo është komplet. Jo, s'ka. Bajram Beka nuk është kukull, është një skuth ai që unë e lexoj mirë. E kupton? Që nuk e afut dot, e thash, u thash. Ke duket se ke personale, ti jeni president për president, ke një xhelozi që është më jashtë se aty. Por unë nuk e ngrit tonin kot. Po prandaj po shoh shumë të vërtetuar. Ai urgjentisht sa më shumë e vonon, aq më shumë zjarr do marrë Shqipëria. Nuk flet Lepuri, as Edi Rama, as Sali Berisha. Jo. Lepuri flet tek presidenti. Bajram Begaj. Atje janë gjitha ajo godina atje e vogël atje. Ai qerosi, sa kam njërë Bajramër unë, sa kam njërë Bajram, vinë dërë në nivelin mesatar dhe poshtë. Edi Rama e bëri, po tani Edi Rama se afu do t'i Bajram, Bajram. Flet me presidenti Qamristu, Bajram, kujdes me mua se unë jam shteti, jam dhe inteligencë artificiale, UFO dhe alienët, dhe kam informacion në gjitha sektoret. Bajram, jem dorëheqjen urgjentisht, kaq të shpëtosh Shqipërinë. Zjarret do vazhdojnë, po nuk derisa të japësh dorëheqjen ti, Shqipëria do digjet. Po ç'vler ka atëre? Kur Shqipëria të digjet, çdo ditë ka zjarre, e dogjen prap Delvinën. E dogjen prap Sarandën. E dogjen prap këtej nga zona e mirë thash nga Delvina këto fshata tani, e kupton? Ç'është kjo që bëhet? Po kush kjo është dora anti-shqiptare është? E kupton? Dhe kush i bëjnë? Bijt dhe do biçat e komunistave i bëjnë këto. Jo, sepse duan të komandojnë komunistat. Jo, Edi Rama ka vizion perëndimor dhe amerikan. Kaq. Edhe e vlerësoj shumë që është pozicionuar kundër Rusisë me luftën në Ukrainë, me Izraelin dhe Amerikën. Kaq, treshja. Po treshja more e Bernudës, edhe unë atje jam, në këtë treshje jam. Si thosh janë tere, qam qek që fut, barazim me Romë, me vlehët, e kupton? Kështu që gjërat janë bukur, nuk kanë lidhje kjo tani, t'japim gjëra fetare, ngrin atje tema për Izraelin, poshtë që futi, poshtë që kjo more. Si do të rishtajnë, ri me iranianët atje, e kupton, ri me iranianët, i investojnë, marrin parathe atje dhe i kanë investuar hershim iranianët, çka lidhi ata, edhe hiqen si Bektashin nuk vret, e kupton, s'lan më viktima pa bërë. Jemi live edhe në TikTok, shpërndajni live-i se pas katëreja, presidenti që ke shumë i karikuar sot. Jo, jam i karikuar, unë s'kam. Si ka mundësi, çka ke marrë informacion në gjë? Si s'kam informacion më që. Ku e karikuar? Jo, kam informacion, si unë flas, shiko, ke parasysh gjë, zot drejtor, Altini. Unë kam informacion dhe unë kam një parim që në përgjithësi çamët, populli çam, kanë një inteligjencë të paparë. Dhe si punë e izraelitëve. Duket. Ashtu. Ne qajmë pa na rahur. Nxjerrim ligjin pa ndodhur ngjarja. Nësa në Shqipëri ndodhe kundërta. Nxjerrin ligjin pa ndodhur ngjarja. Tani zjarret u doj Shqipëria, apo bëj një shembull, se janë marr u doj Shqipëria tani. U dogjen pentarit, u dogjen ullishtet, u dogjen bujqësiat, gjitha gjërat. Tani çrrët si ka tani, ata u dogjen apo jo? Ato. Ja çfarë thot njëri. E dogji Edi Rama thot për të marrë tokat investitorë strategjik thot, që të japë investitorë strategjik. Ai ka djeg tokat thot një koment. Shikoj tani këtu, populli shqiptar, do më falni. Jo. Ku do dal? Mos e lçosi. Jo. Mos e ul nivelin. Ne çamët jemi evropian, jemi të hershëm kemi me Europën. Shqipëria lufton të futet në Europë, sot përpiqet të futet në Europë. Nisen nga çamëria që është në Europë. Dhe vëllezërit e mi shqiptar kanë një nostalgji për të pasurit. Nuk i duan të pasurit o vëlla. I përzën, u marrin pasurit, ne e provuam në 97-ën, e kupton? U dogjen banka, u dogjen biznese, u morën shumë gjëra, edhe sot tani këta usallarët me pronat e këtyre që i vodhën dhe i shkatruan dhe ti duke vjedhur shtetin, janë bërë agallar sot në jug. Tani këta kanë krijuar dhe bazament nëpërmjet Greqisë, kanë krijuar struktura, edhe këto zjarre këtu vinë nga ta usallarët, këtu lëviz para e madhe. Në një kohë që i marrin lekët, këtu i bien, ndoshta dalë më mirë kjo punë, e këto me kosto më të lartë, sepse shqiptarëve u duhen ca lek apo jo, se këto kulla që ndërtohen këtu duan ca para këtu apo jo. Për kë ndërtohen këto kullat? Ke një informacion ti për kë ndërtohen këto kullat? Shiko, unë kam këtë informacion që Shqipëria, e kam thënë këtu që 7 shtetet shqiptare, këto do quhen 7 shtetet e bashkuara të Shqipërisë. Këto kulla këtu do jetë si Washingtoni, këtu do vinë gjithë usallarët e politikës
europiane, ballkanike njëkohësisht dhe amerikane. Këto nuk bëhen kot këtu. Këto është një investim që e bëjnë mos mungo kaq shumë herë tjetër. Mos mungo në ushqime gjona të tjera. Do vinë tani, do vinë usallar, kuptimin që do menaxhojnë. Ne pas kemi fut kod deri tani. Amerikanët Donald Trumpi, shikoj, politika amerikane është shumë e thellë. Donald Trumpi ka marrë përsipër dhe ai mund të djegë gjithë Europën, mund të djegë gjithë Ballkanin, por ka ndërtuar marrëdhënie reciprociteti dhe besnikërie me shqiptarët. Kaq ne do vendosim vulën për Europën dhe Ballkanin. Kush të ketë një mik shqiptar, duhet njeriu më i lumtur. Në Ballkan dhe në Europë, fiksojeni mirë ju grek, ju serb, ju europian, mos tani ju rus. Kjo është Shqipëria po ecën bukur dhe unë jam shumë optimist dhe Shqipëria është turp ta them, do bëhet për na shqiptarëve, bodrum palla, bodrum uja, o ta bëjnë miq tan perndimor dhe amerikan. Dhe si e tillë duke bashkëpunuar dhe me politikën shqiptare. Dhe një nga këta është Edi Rama dhe Sali Berisha. Ju mund të thoni që jam servil. Jo. Nuk je servil, jam servil. Unë jam konservator, republikan dhe atë do ngordh. Besimi im është tek Zoti, te familja, te prona, te kombi. Dhe ke ufët dhe alienët. Po patjetër ata janë pjesë orkestrës, ata janë pjesë orkestrës, me ata bashkëpunojmë, nga e ka informacionin unë. Kur ke pas takimin e fundit me ufët? Para një jave. Para një javë. Tani Tani kemi të shpeshta takime me këtë gjendje, ku çfarë thonë për protestën ata? Shiko. Le të vazhdojnë të ecin ta, ti nuk ke punë të marrësh pjesë atje. Po, kanë thonë jo, ë. S'ke punë të marrësh. Imagjino të vish ti aty çfarë bëhet kjo protestë. Rrjedh gjithë Shqipëria aty. Mos merr mat punën. Ti mos ke punë atje. Do ta japësh si than ty. Ata. Po, thëshim thellë mua. S'ke punë atje. Ti mund të bësh një xhiro thatë për shikuar çfarë bëhet tha, e kupton, por në distancë. Mos u fut në vorbull atje brenda, sepse o ta manipulojnë ta për ngjarje të tjera ata, e kupton? Dhe si e tillë, ata më dhanë informacionin mua për Bajrambegën. Gjuhë Bajrambegën tha. Gjuhë tha? Gjuhë Bajrambegën. Po ti sekond, ti nuk e filtron fare, për shembull, çfarë thon ato bëj, ti e bën? Patjetër unë jam në shërbim të atyre unë. Jam në shërbim të atyre unë. Unë jam në shërbim të shtetit. I beson kështu marrëzisht aty. Unë jam shtetar, janë në shërbim të shtetit shqiptar, të ufove, alienëve, inteligencës oficiale dhe njëkohësisht dhe universit. Ja dhe universit. Po patjetër, mos i atje marr informacionin. Lesh ton këta këtu kanë filluar gjëra televizin. Gjëra televizin. Pse o tani ikin shqiptarët çdo ditë, po ikin shqiptarët çdo ditë. Ku i lan tokat more? Ku i lan tokat? Ja po ti more Edi Rama. Ja ku jam këtu unë, ja ku jam këtu, rezistoj. Unë e di se rezistoj tani. Me hallë probleme. Unë e di që s'ka zon gjumë gjithë natën sonde me ëndra. Çandrash ke parë këto të fundit? Shiko. Ke parë ëndra. Shiko që unë kur dal në mëngjes e kam nxjerr programin. Nuk nisem tani si të mësoj era. I kam planifikuar. Për të falenderoj Zoti sot që jam lutur e Zoti sot. Që të vjen këtu unë. Po patjetër. Çfarë thotë po? Po mund ke pa në herë në ëndër? Jo, këto kam ndjekur protesta aktive atje. Si duket ato qendrimet e mia protesta? Nuk e kundër. Drejtor, ti je në linjën tënde, mundua të ruash duke qenë nga çamaria në çamrit, nuk kemi luftarak, ne ruajmë balanca. Ne ruajmë balanca. Ti ke prish balancat fare, ti ke dal mjan komplet. Zoti i madh. Pse kështu s'kam pa bo koqë takon ose ndoshta unë të kam harruar me qendrimet tuaja ose ti Shiko, erdhi një moment tani dikush do të flasi. Po. Do të bravo qoftë që fletën, se edhe unë me këtë jam që duhet